Falenderojmë Allahun xhella shanuhu me një falënderim që i takon madhërisë së Tij, i cili me urdhërim bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e Tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe padyshim që ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahu qoftë mbi të, mbi familjen e Tij të pastër, shokët e Tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të Tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është: a do të mbetet Ramazani në jetën tonë? Vetë sa jemi ndarë me një mik të shtrenjtë, jemi ndarë me Ramazanin, një muaj që e pritëm me mall, e përjetuam me devotshmëri e tani u larguam. A ndjeni dhimbje për këtë ndarje? A kuptoni se me largimin e Ramazanit nuk largohet vetëm një muaj, por largohet një mundësi e madhe. Largohet një periudhë kur zemrat tona ishin më të buta, shpirtrat tanë më të qetë, duart më bujare dhe lutjet më të sinqerta. Po, Ramazani u largua, por a do të largohet edhe devotshmëria jonë? A do të mbetet Ramazani në jetën tonë? Të dashur vëllezër, kujtojeni veten tuaj në ditët e para të Ramazanit. Kujtojeni atë ndjenjen kur u ulët për iftarin e parë. Ajo pritje, ai emocion, ai gëzimi për çdo çast të adhurimit. Kujtojeni natën e parë të Teravis, kur xhamia ishte e mbushur, kur të gjithë ishim si një trup i vetëm. Kujtojeni agjërimin tuaj, kur duruat urinë dhe etjen vetëm për hir të Allahut xhella shanuhu wa xhella xhelalu. Kujtojeni natën e Kadrit, kur lotën rridhnin nga sytë dhe duart lartësoheshin drejt qiellit. O Zot, na i fal mëkatet. O Zot, na i prano veprat tona. A ishim të sinqert në ato lutje? A ishim të vërtet në ato përkushtime? Nëse po, atëherë pse të ndalemi tani? Pse të harrojmë gjithçka që fituam? A jemi vërtet të ndryshuar? Apo ndoshta ishim vetëm mysafirë të Ramazanit dhe tani po kthehemi në të njëjtën gjendje si më parë? Nëse devotshmëria jonë mbaroi me Ramazanin, atëherë a ishte vërtet e sinqertë? A do të mbetemi besimtarë vetëm për një muaj dhe pastaj t'ia kthejmë shpinën fesë sonë? Nuk duhet ta lëmë adhurimin vetëm për Ramazan. Allahu nuk është vetëm Zoti i Ramazanit, por është Zoti i çdo dite, i çdo ore, i çdo frymëmarrje. Ai na urdhëron në Kur'an: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroj Zotin tënd derisa të vijë e vërteta e sigurt, vdekja. A e dim çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nuk ka pushim në adhurim. Nuk ka pushim nga namazi. Nuk ka pushim nga devotshmëria. Nuk ka pushim nga morali i mirë. Nëse gjatë Ramazanit ishim më të sjellshëm, pse të mos jemi gjithmonë të tillë? Nëse gjatë Ramazanit lexuam Kur'an, pse të mos e lexojmë gjatë gjithë vitit? Nëse gjatë Ramazanit ishim të kujdesshëm me gjuhën tonë, pse të mos jemi gjithmonë të kujdesshëm? Nëse vetëm në Ramazan u falem, çfarë do të ndodhë me ne pas tij? Nëse vetëm në Ramazan i shmangemi harameve, çfarë vlere ka për kushtimi ynë? Nëse vetëm në Ramazan jemi të dhemshur me të varfrit, çfarë do të ndodhë me ta pas Ramazanit? Allahu xhella shanuhu wa xhella xhelalu nuk e pranon një fe që është vetëm për një muaj. Feja është stil jetë. Feja është përditshmëri. Feja është rrugtimi i përhershëm drejt xhenetit. A do të vazhdojmë? I nderuar xhamat, ju keni shijuar ëmbëlsinë e adhurimit në Ramazan. Ju keni përjetuar paqen që sjell afrimin me Allahun xhella shanu. A do të lejoni që kjo paqe të zhduket?
A do të lejoni që kjo dritë të fiket? Mos e lini Ramazanin të largohet nga zemrat tuaja. Mos e lini devotshmërinë të zhduket. Mos e lini vetën të bini përsëri në errësirë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: veprat më të dashurat e Allahu janë ato që janë të vazhdueshme edhe nëse janë të pakta. Prandaj, le të vazhdojmë të falemi. Le të vazhdojmë të falemi. Le të vazhdojmë të falemi. Le të vazhdojmë të lexojmë Kur'an. Le të vazhdojmë të jemi të drejtë, të moralshëm dhe të ndershëm. Le të bëjmë që çdo ditë të jetë një mundësi për të fituar kënaqësinë e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. Ramazani duhet të mbetet me ne. Nëse duam të jemi të suksesshëm në këtë botë edhe në botën tjetër, duhet ta mbajmë frymën e Ramazanit gjatë gjithë vitit. Le të bëjmë që çdo muaj të jetë si Ramazani, çdo javë të jetë si një javë e Ramazanit, çdo ditë të jetë si një ditë e Ramazanit. Le të jetojmë me vetdijen e tij. O Zot, na bëj të qëndrueshëm në rrugën e drejtë. O Zot, na i prano veprat tona. O Zot, na bëj robërit e tu të devotshëm jo vetëm në Ramazan, por në çdo moment të jetës sonë. A do të mbetet Ramazani në jetën tonë? Po, nëse ne e duam Allahun xhalla shanuhu dhe i bindemi atij, atëherë Ramazani do të mbetet përgjithmonë në zemrat tona. Amin wa akhiru du'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.